2017 për Bibliotekën Kombëtare do të jetë viti kujtesës. Arsye kjo që mirëpriti një takim ku të ftuarit foljet i vendosin në kohën e shkuar dhe ku komunizëm identifikoi me fjalët në ato kohë. Diskutantët nuk janë të rastësishëm. Një pjesë e tyre janë personazhet e gjallë të librit për të cilin janë mbledhur, secili çmendet sipas mënyrës së vet, me autor Stefan Çapalikun. Njerëzit raportohen në kësaj epoke në mënyra kaq individuale për shkak të luftës vazhdueshme për të ruajtur dinjitetin apo për ta humbur. E parë në një kohë nga 2017 na i bën personazhe çuditshëm. Në roman rrëfimtari rritet brenda në libër, jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht dhe shpirtërisht. Është derdhur një botë kujtimesh që përbëjnë formimin e autorit dhe përjetimet e tij ndaj ngjarjeve që zhvilloheshin fillimisht brenda kufive të shtëpisë, lagjes e më pas në arterin kryesore të Shkodrës, kafen e madhe, ku nuk mungon trilli letrar, siç janë ngjarjet që zhvillohen përreth televizorit. Në arkivin e Timeti, disa foto që ne i kemi ba televizorit. Pra ne nuk kemi mjaftu me imazhin në lëvizje, por kemi dashur me fiksu imazhin dhe me e majt si një trofe lirie. Në secili çmendet sipas mënyrës së vet, personazhet janë një hero, edhe pse jetonin pa u vënë re, sepse ajo ishte sfida e njeriut nën komunizëm.